Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. SPAK ka shpallur fajtor 6 zyrtar të bashkisë Divjak për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shpallur fajtor 6 zyrtar të bashkisë Divjak të akuzuar për veprën penale të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Çështja është dërguar për gjykim ndaj Dorian Spahos, Sara Xhepës, Roklejt Malkos, Fatos Veliut, Elbareta Nishicës dhe Vojsava Leçinit. Për Dorian Spahon, Sara Xhepën dhe Roklejt Malkon u kërkua fillimisht dënimi me 1 vit burg, i ulur më pas në 8 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. Megjithatë, SPAK kërkoi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe zëvendësimin e tij me 120 orë punë me interes publik në mbikëqyrjen e shërbimit të provës. Të njëjtin fat kanë edhe Fatos Veliu, Elbareta Nishica dhe Vojsava Leçini. Edhe për ta u kërkua fillimisht 1 vit burg, i reduktuar më pas në 8 muaj, por me pezullim të ekzekutimit të dënimit. Ata do të kryejnë punë në interes publik dhe do të jenë në periudhë prove për 16 muaj, gjatë së cilës nuk duhet të kryejnë vepra të tjera penale. Përveç kësaj mase për Fatos Veliun, Elbareta Nishicën dhe Vojsava Leçinin, është kërkuar dhe heqja e të drejtës për të ushtruar funksione publike për një periudhë prej 5 vitesh. Vendimi përfundimtar pritet të merret nga gjykata. Teatri Kukullave solli një mbrëmje plotart dhe argëtim për fëmijët në Lushnjë me premierën e Aventurat e Winnie Pooh, që argëtoi fëmijët në sheshin kryesor të qytetit. Teatri Kukullave me premierën ekskluzive të teatrit lëvizës Aventurat e Winnie Pooh ka ndaluar mbrëmjen e djeshme në qytetin e Lushnjës gjatë turit të tij artistik nëpër Shqipëri. Shfaqja plot ngjyra, humor dhe muzikë frymëzuar nga personazhet e dashur të fëmijëve u ndoq nga 10 fëmijë dhe familjar në sheshin përpara bashkisë. Ndoshta, jo të gjithë kanë të njëjtin ritëm. Ndoshta, disa duan tjetër ritëm. Me kukullat që flisnin, këndonin, kërcenin dhe sillnin në skenë aventura të paharrueshme, shfaqja përcolli mesazhe miqësie, dashurie dhe bashkëpunimi. Për rreth 1 orë, aktorët krijuan një atmosferë emocionuese dhe entuziaste, duke përfshirë në mënyrë aktive gjatë interpretimit publikun më të dashur, fëmijët. Organizatorët vlerësuan pjesëmarrjen e lartë të qytetarëve, duke theksuar rëndësinë e organizimit të aktiviteteve kulturore në hapësirat publike gjatë sezonit veror. Premiera e Aventurat e Winnie Pooh i dha gjallëri qendrës së qytetit dhe e shndërroi mbrëmjen e verës në një festë të vërtet arti dhe imagjinate për fëmijët, por edhe si një tjetër aktivitet që pasuron jetën artistike e kulturore të Lushnjës. Nuk e di, më dukesh sikur po lëviz shumë sot. Sot? Unë jam gjithmonë sot. Fieri po përballet me rënje të madhe të lindjeve, nga 2.000-2.500 në 1.000 lindje, ta shefi maternitetit të Fierit, Robert Luto. Fieri vijon të përballet nga viti në vit me një rënje drastike të numrit të lindjeve. Sipas shefit të maternitetit të Fierit, Robert Luto, nga 2.000 deri në 2.500 lindje që regjistroheshin 5 vjeçarin e fundit, tashmë numri ka zbritur në rreth 1.000 lindje në vit. Sipas tij, faktorët kryesor janë lëvizjet demografike, emigracioni, zgjedhja e spitaleve private, por edhe orientimi një pjese të nënave drejt materniteteve në Tiranë. Nëse para 4-5 vitesh numri lindjeve ka qenë 2.000-2.500, tani vete afërsisht tek 1.000 lindje në vit. Dhe kjo ka dhe një arsye dhe një shpjegim për vetë lëvizjen demografike të familjeve shqiptare, ku një pjesë e mirë është vendosur dhe është transferuar në emigracion, dhe detyrimisht duke lëvizur edhe numri lindjeve patjetër që do vi në rënje. Duke pasur parasysh këtë lëvizje demografike, patjetër që numri vjen duke rënë, por një pjesë e mirë e tyre transferohen edhe nëpër spitalet private ose shkojnë edhe në Tiranë për arsyet e tyre. Luto thekson se vitet e fundit janë rritur ndjeshëm edhe numri lindjeve me operacion cezarian, të cilat tashmë janë më të shumta se lindjet natyrale. Lindja më normale, që nga emri është ajo që quhet lindje natyrale ose lindje normale. Megjithatë, numri i përqindjes së sekseve, pra lindjes me operacion, nuk është një trend vetëm në qytetin tonë, por është edhe në Shqipëri, por është edhe një trend ndërkombëtar, një trend botëror.
dhe faktorët janë nga më të ndryshëm, nënat janë më të ushqyera, bebat dalin më të mëdhenj. Në rënje paraqitet edhe numri i aborteve. Nëse gjatë 6 mujorëve të parë të viteve 2024 dhe 2025 regjistroheshin rreth 300 raste vjetore, në 6 mujorin e parë të vitit 2026, ky numër ka arritur në rreth 100. Sipas shefit të maternitetit, pjesa më e madhe e rasteve i përket vajzave dhe grave nga zonat rurale, ndërsa i thekson se nuk është regjistruar asnjë rast aborti tek vajzat nën moshën 16 vjeçare. Në qoftë se do ta krahasojmë me 2-3 vitet e fundit, ne kemi bërë rreth 300 aborte, por këto janë të klasifikuara sepse abortet i ndajmë në aborte të dëshirueshme dhe abortet pa dëshirueshme. Pra, në abortet e pa dëshirueshme janë ato të cilat gravidanca ecën deri në një farë javësh dhe pastaj ndërpritet vetë ose fillon hemorragjia dhe kalon në ato fazat që ne i themi abort incipient, progredient, inkomplet e kështu me radhë. Por, ne bëjmë ndërprerje të shtazanisë edhe kur kapim një anomali të bebit. Në ekzaminimin ekografik që bëhet në javën e 11, 12, 13, por edhe në javën e 20 kur është ekuamorfologjike, çdo patologji e cila kapet, çdo anomali që kapet tek bebi që është e papajtueshme me jetën, patjetër që referohet, konsultohet dhe bëhet ndërprerja terapeutike e barrës. Shefi maternitetit të Fierit bën me dije se ky institucion vijon të pres edhe paciente nga qytete të tjera të vendit, të cilat zgjedhin Fierin për kryerjen e ndërprerjes së shtatzanisë. Qeveria italiane ul përkohësisht taksën e naftës për të frenuar rritjen e çmimeve. Qeveria italiane ka vendosur të ulë përkohësisht me 17 cent për litër taksën mbi naftën në përpjekje për të zbutur ndikimin e rritjes së çmimeve të karburantit. Masa do të mbetet në fuqi të paktën deri më 6 gusht, ndërsa autoritetet nuk përjashtojnë ndërhyrje të tjera nëse situata përkeqësohet. Ministri i Ekonomisë Giancarlo Giorgetti bëri të ditur se qeveria do të mblidhet më 4 gusht për të vlerësuar zhvillimet në treg. Sipas tij, nëse do të jetë nevojshme, ekzekutivi do të marrë masa edhe për të kufizuar rritjen e faturave të energjisë elektrike dhe gazit. Kryeministria Giorgia Meloni e vlerësoi vendimin si një reagim të domosdoshëm ndaj rritjes së çmimeve, duke theksuar se shtrenjtimi i naftës prek drejt për drejt sektorë si transporti dhe bujqësia, ndërsa kostoja përfundimtare rëndon mbi familjet. Ajo pranoi se masa nuk e zgjidh problemin, por e konsideroi një përgjigje të shpejtë dhe të përgjegjshme përballë zhvillimeve ndërkombëtare. Një masë të ngjashme kishte ndërmarrë edhe Gjermania në fillim të vitit, duke ulur përkohësisht taksat mbi naftën dhe produktet e saj. Megjithatë, lehtësia fiskale përfundoi në fund të qershorit dhe pas përshkallëzimit të tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, çmimet e karburanteve janë rritur sërish ndjeshëm. Apple prezanton programin e ri me këste mujore, për të cilën përdoruesit mund të marrin me qera dhe pajisje të tjera me $17.99 në muaj. Apple ka prezantuar një program të ri që mundëson përdoruesve të marrin me qera pajisjet e kompanisë përmes pagesave mujore. Nisma fillimisht u praktikua në Shtetet e Bashkuara dhe synon të ofrojë një mënyrë më fleksibël për përdorimin e produkteve të Apple, pa qenë nevojshme blerja menjëhershme e tyre. Programi do të funksionojë në bashkëpunim me platformën e pagesave Klarna dhe do të jetë i disponueshëm në dyqanet fizike të Apple, në faqen zyrtare të kompanisë, si dhe përmes aplikacionit Apple Store. Përdoruesit do të kenë mundësi të zgjedhin kontrata 12 ose 24 mujore për iPhone dhe Apple Watch, ndërsa për Mac dhe iPad afate do të shtrihen deri në 36 muaj. Në skemën e re përfshihen modelet më të fundit të kompanisë, ndërsa disa pajisje më ekonomike nuk do të jenë pjesë e programit. Apple ka zëvendësuar me këtë nismë programin e mëparshëm të përmirësimit të iPhone, duke zgjeruar mundësinë e pagesave mujore edhe për kategori të tjera produktesh. Opsioni më i lirë për leasing e një iPhone-i nis nga $17.99 në muaj, një kosto dukshëm e ulët krahasuar me programin e mëparshëm. Nisma vjen në një periudhë kur konsumatorët po i mbajnë pajisjet elektronike për më gjatë për shkak të rritjes së çmimeve dhe vetëm pak javë përpara prezantimit të gjeneratës së re të iPhone-ve, ku Apple pritet të sjellë edhe modelin e parë me ekran të palosshëm. Këto janë lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.